Atrakcion më vete. Kërcime të ralla që tradicionalisht janë mbajtur në Gjakov me kërcime artistike nga ura historike e fshajt. Pas 4 vitesh dështimit të mbajtjes së tyre, si vjet me sa duket është marrë më seriozisht organizimi i kësaj gare. Këshilli organizativ i themeluar nga Komuna e Gjakovës njoftoi se këto gara do të mbahen më 10 gusht. Në këto kërcime t'i ftojmë edhe kërcyst në aspektin ndërkombëtar, me siguri që një gjatë tillë do të bëjmë. Është fjala për, domethënë, sidomos për kërcysit e Mostarit, ku na vazhdimisht sa herë që ne organizojmë të takime edhe në opinion e publikojmë pjesëmarrjen e tyre. Garat mbahen me mbështetje të Komunës së Gjakovës, Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe organizatës Time Out. Për secilin kërcim, edhe garues që marrin pjesë në disiplinën e kërcimeve dallëndyshe, edhe ata në këmbë të kenë shpërblime për çdo kërcim, zakonisht e dihet që bëhet nga 2 kërcime. Në dallëndyshe do të jetë secili kërcim i shpërblyer me 25 euro, pa marrë parasysh a merr vendin e parë ose jo, do thotë veç për pjesëmarrje do të kenë 50 euro, kurse për në këmbë do të kenë nga 10 euro. Shpërblimet do të jenë në dallëndyshe, vendi i parë do të marrë 500 euro, i dyti 300 dhe i dyti 200. Dhe i treti 200, kurse në dallëndyshe do të jenë padyshim shumë më lart çmimet se sa në këmbë. Sipas organizatorëve, gara do të shoqërohen edhe me kërcime artistike dhe kthimi i traditës do të jetë arsyeja kryesore e organizimit të tyre.